Intervistë regjisori Fatmir Koçi për festivalin kombëtar të filmit shqiptar 2026. Çak. Jam regjisor, skenarist, që prej vitit 1983 kam filluar punë në një moshë fare të re si asistent regjisor në Kino Studio për 4 vite, pastaj kam bërë filmin e parë të shkurtër dhe filmin e diplomës dhe jam marrë jetën vetëm me kineman. Unë konkuroj me filmin Amsterdam Express, është një bashkëprodhim Shqipëri, Holland dhe Gjermani. Është historia e një emigranti nga periferia e Tiranës, i cili është i dashuruar me martën, por kalon mbi këtë sentiment të fortë dhe përfundon në Amsterdam duke u marrë me drogë dhe me gjërat e zeza për të ndërtuar një shtëpi për lumturinë e dashurisë së tij, e cila është një dështim gati fatal. Që ndodhi? Më kapën paleta. Të kam harru palën. Don't fucking touch me. Hey! Thank you. Pres, kam punë për ty. This is a permit for the Netherlands, that's it. Ka shprendaje, mos hin muhabet me ta. A jam vllazën, gjaku. Kemi bes. A diçka dhe më thona ja punë. Paret madhe, o buë. Kam një mëdyshje. Natyrisht Venecia, me filmin Tirana viti 0, që ishim në konkurim në Cinema del Presente për filmin e parë dhe të dytë, sepse atje ndodhen dy gjëra shumë të çuditshme. E para që aktoria kryesore, dhe unë këtë gjë e kam thënë publikisht, dhe sa herë që ja përmend një nga aktorët kryesorë, Raimonda Bulku, qesh me të madhe, dhe nuk i vjen as pak keq që ka ndodhur, tha përpara gazetarëve që po ta kisha ditur që ky film ishte i tillë, unë nuk do merrja pjesë në këtë film. Edhe unë e pash edhe ishte një befasi e madhe, po për mua ishte një mrekulli në raportet e mia krijuese me veten dhe me atë që kisha bërë. Dhe Salla që reagonte se kishte edhe shqiptar që si e ke trajtuar Shqipërinë kështu para dhe na tregon neve kaq të errët, kaq të zinj, kaq të tillë me fjalë përpara botës. Po ky ishte fare qëllimi im. Unë qëllim kisha të sillja në film atë që jetoja vet. S'kam bërë filmun as për Shqipërinë as për shqiptarët. Këtë mund ta bëj estetika, teoria, koha. Unë bëra film për atë që unë jetoja vet. Dhe i dyti është në MoMA, në Museum of Modern Art, po me Tirana viti 0, ku atje gati desh më ra njerë, me dhe më qelluan, po desh më vranë shqiptarët, po më kanë qelluar me shpulla në kokë, midis asaj turmës kur dolën. Ishte një sallë me gati 800 vetë, edhe më shumë se gjysma ishin shqiptarë të New Yorkut, edhe ulurinin, burra, gra, kalamaj. Që si na e tregon së vjen turp, në Shqipëria s'është kështu, ne nuk jemi kështu, ne jemi më të mirë se këta, do më thënë këto komplekset e tmerrshme të paqënat e emigrantit, paqëna për ne, po që janë qëndësishme për ta, sepse ata nuk e din çfarë realiteti kanë lënë. Kjo është përshtypja ime në këto konflikte, në këto ballafaqime, përballje të ashpra. Dhe as pak nuk e din dhe realitetin ku janë. Ata vetëm enden për një jetë më të mirë. Po pyetja është kjo, jetë më të mirë ku? Jashtë vetes tënde? Ti nuk mund të kesh një jetë më të mirë nëse ke humbur vetveten. Unë kështu e kam parë. Dhe kjo i kanë nxitur ata të më vërsulen edhe ndoshta edhe të më rrajën. Pyetje e vështirë, po me shumë vend. Ka humbur numrin e lartë, numrin e madh të filmave, domethënë xhiroheshin 10, 12, 14 filma deri në vitin 90, në vit, po, por ka fituar lirin kreative, mendoj unë. Ka fituar kërkimin e stilit, ka fituar kineman personale, ka fituar diçka tjetër që në atë kohë thuaj se nuk ekzistonte. Çdo temë, çdo tematik, çdo story duhet ishte në ombrellën e madhe të ideologjike. Dhe këtu, shumë të në raste dhe Hollywoodi gabon me këtë gjë. Ombrella ideologjike apo futja në një autostradë të caktuar vret kreativitetin personal. Me një fjalë, liria është ndryshimi i madh, liria kreative, mendoj unë.
I pari ka qenë Kapedani, filmi shqiptar i parë që kam parë në kinema, Bardhezi, një autor i caktuar jo, shqiptar, janë 2 apo 3. Domethënë Anagnosti, Kujtim Çashku dhe Viktor Gjika, me 1-2 filma të tij, sidomos me filmin Rrugë të Bardha. Më pas mund të them edhe këtë, kur kam parë filmin Radiostacioni dhe Skëter 43, po sidomos Radiostacioni të aktorit ton të madh dhe regjisorit Rikard Ljarja, kam thënë me vete, sa e çuditshme që Rikardi s'ka bërë filma si regjisor që në fillimet e veta, se kam dhe një lidhje personale, kam qenë figurant në atë film, kur ishe 17 vjeç, në filmin Radiostacioni, se unë kisha vendosur që në gjimnaz që do shkoja në kino studio. Ishte një gjë që më erdhi nga që luaja teatr. Teatri nuk e kam dashur, me thënë të drejtën. Nuk më ka tërhequr. Tematika është jo, skenar është po, sepse tematika është problematike për mua. Si koncept, tematika e gruas, tematika e burrit, tematika e arave, tematika e kapitalizmit, e ndërtimeve, është një lloj kurthi, kurse story është skenari. Story nuk domosdoshmërisht duhet të jetë linear me atë gjë që po ndodh, por nuk mund të jetë kur jashtë dhe larg këtij realiteti që jeton ti. Po nuk mund të jetë kopja e tij. Domethënë të bësh film me tematikë për ndërtimet, po themi, ose për prishjen apo humbjen e identiteteve kulturore në arkitekturë në Tiranë. Gjë që po ndodh rëndom, që Tirana, pjesa e vjetër po prishet ose është shndruar në ndërtime. Unë them story që vjen nga qëndrim dhe nga përgatitje personale dhe nga liri personale. Tematika ka plot, po unë s'jam për të drejtuar në tematikë, jam për story. Histori dashurie, histori vrasje, histori parash, histori makinash, nuk e di unë, histori pasioni, vrasje pasioni, një gjë imagjinat, fantazi, po story, jo tematika. Shumë pak, për të mos thënë fare. Dhe kjo është një nga gjërat që më çudit kur më thon regjisor të ri që po bëj film për vitin 90, për vitet 80, për vitet 2000. Nuk po them se janë larg vitet 2000, po jemi shumë, ka kaluar një kohë shumë e gjatë. Sidomos periudha post-Covid është një periudhë testi, dije, njohje kreative shumë e madhe, gjë që mungon akoma. Shpresoj që ka një brez me sa unë po shoh, edhe tek Marubi që shkoj si jashtëm një herë në javë që jap mësim, shoh që ka një tendencë për një prurje dhe për një ardhje të re në kineman tonë. Unë mendoj, jam i sigurt që do ndodhi, s'ka qenë kur ndryshe, por do kohën e vet. Po ky është një pyetje me shumë vend. Nuk ka filma me temën e ditës, ka shumë pak, për të mos thënë fare. Unë them këtë, jemi me fat që jemi ndryshe të dyja palët, sentimenti i tyre për vendin e tyre, për atë detarin dhe për dramën që kanë kaluar, është ndryshe. Ne jemi më të lirë dhe më aventuresk për të gjetur stilin dhe për të mos u kapur shumë tek ajo që po kalojmë. Historia e tyre vjen nga historia e tyre që është ndryshe, është një konflikt shumë i madh, e cila në shumë drejtime na ka ruajtur identitetin ton. Në pjesën më të madhe të saj ka ndikuar tek ne që jemi Shqipëri, shqiptar. Në kuptimin estetik, filmat e Kosovës me ne ndryshojnë shumë, me sa unë shoh. Jo vetëm si anë e jashtme, estetike, po edhe si prurje e brendshme. Ata janë më të ndjeshëm ndaj vetvetes, ne jemi më të lirë dhe më të çlirë dhe më aventuresk dhe për ta zhbër veten. Ne jemi kundër, si më thën, klishes për të qenë të mirë me veten. Mo kjo më pëlqen. Duhet jemi kritik. Ata e kanë më të rezervuar, mendoj unë, nga ana kinematografike apo kinematike. Ata janë më tradicional, ndjekin ende traditën e tyre, ne traditën e realizmit socialist apo post-realizmit socialist, ne e kemi, këtu shikon gjithë farë lloj filmash, stile pas stile, po janë më të çlirët për të bërë filmat që mendojnë. Jo domosdoshmërisht me stil të përcaktuar, se ky është një problem i madh. Nuk besoj. Ka autor të veçantë që mund të kenë ndonjë shenjë për këtë gjë, por që të thuash identitet i pastër estetik, si për shembull të thuash kinemaja italiane post-feliniane, fundi viteve 80-90, që ka një markë, është një markë e caktuar, Pupi Avati, Gianni Amelio, e të tjerë që s'mon vinë tani, po ka me 10 regjizor Italia, por ne nuk e kemi ende këtë gjë. Mendoj unë. Për të patur një identitet të kinemas shqiptare,
Unë them që mungon stili. Stili është formë, është përmbajtje. Nuk është vetëm formë, po stili është përmbajtje. Unë për kineman time këtë mund të them. Unë them mungon stili që nxjerr fare si pasqyrë përmbajtjen më të thellë. Drama e vërtet dhe e treguar në mënyrë kinematografike me gjuhën e kinemas, po drama e vërtet, jo pseudodrama. Pseudodrama do me thënë skenar të shkruar për gjysmë, të lënë në mes, të pa zhvilluar, karaktere pa harqe, filma fragmentar. Këtë e shohun në të gjithë kineman ton të brezave pasmeje. Ka përjashtime, por në përgjithësi, filma dëvuajnë nga mungesa e strukturimit të dramës së vërtet dhe vjen ke spektatori kur është e përsosur në gjitha elementet narrative. Ju thash suksese? Suksese në festivalin kombëtar të filmit shqiptar 2026 të gjithë, regjisorëve, skenaristëve, producentëve dhe aktorëve mbi të gjitha shqiptar, sepse është një gjë me vlerë të madhe. Në përgjithësi, ata duan një komercialitet të përgjithshëm. Për këtë nuk vinë në filmat e mi, po mund të vinë për një gjë tjetër. E vetëm nëse ndjejnë instinkti i tyre, intuita e tyre u thotë që kjo aty ka dramë dhe ka formë, ose stil. Për gjë tjetër nuk ka spektator në botë që të vitë shojë filmat e Fatmir Koçit, është e pamundur.